pas një stuije të foreshme ditën e djeshme, po edhe par djenë në fakt kemi pas dome të jashtëzakonshme në komunën tonë, dome në ekonomitë familjare, besa dome dhe njerëz, kemi pas dëmtime dhe humbje të jetës njerëzve, gjë që ka qenë e dhëmshme vërtet e tresht, po gjithashtu edhe dome në ekonomitë bujqësore. Kultura laboratore në perim kulturë, po kemi pas dome dhe institucione publike edhe në për shkolla, dëmtimi kulme të shkollës Skifterajt, i shkollës Latinës, i shumë pullasve shtëpive. Ne natyrisht kemi qenë komiteti emergjent tan ditën, kemi qenë në teren, kemi mbojt takime mobilizimi si preventiv, mbi 7 grupe i kom pas nga brigodat gjerfeze, nga sektori emergjencës, shërbimet publike, shëndetësia, edhe policia në kanë ndihmu lokale nga stacioni policiori Vitinjës e zërënisht këshillat e fshatnave, të gjithë kemi qenë në teren në dhone, duke përfshirë qeverinë komunale, kemi mundu vërtet të organizojmë që mja dol kësaj situate pa pomën ndonjëherë, vërtet ka qenë një situate muj me thonë pa parashikueshme, edhe pse paralemrimit e instituteve kredibile, Institutit Hidrometeorologjik Kosovës dhe atyre evropiane kanë qenë ditën se rajonin tonë mund ta përfshi një shkollë të rejt mund të themi stoijës, paralemrimi për këtë stoji fatikisht duele për fatkesh vitin e përfshiju edhe një pjesë të madhe të Kosovës. Kemi pas dome nga breshri, dome nga erërat e furta, prandaj unë e kom aktivizuar komisionin për vlerësimin e domeve. Unë natyrisht kom bo thirrje që institucionet përgjegjëse relevante me bë kompensimin e domeve, po kom bo thirrje që ata me dërguan tot komisionin tonë që do të jetë një komision i përbashkët i vlerësimit drejt real domeve marrëmendse që në ka shkaktuar kjo stoji fatikisht ditën e djeshme e pardjeshme.